Po, shikoni, krym e para, kjo është një vendim i zyrëes. Ne kemi kryeministri, nëse ka deklaruar se kum papën, nëse ka deklaruar kështu pindron fjalë se ka pas një paraqitje publike ku ka thonë që zyrëja është e pavarur. Ne çka kemi kërkuar prej qeverisë së Kosovës, kemi kërkuar një subvencionim që zyrësi nevojitet për 50 milionëve që me shty ose me na i dhon ne këtë fazën e tranzicionit, që mos me dalë në tregun e lirë. Me 50 milion që prap nuk janë privatit kryeministrit, po janë të taksapaguzet këtyne që janë sot këtu. Këta e mushin buxhetin. Po me këto 50 milion e pështon biznesin, i pështon qytetarët e Kosovës, se nuk i ngarkon edhe një herë dhe e pështon ekonominë e vendit. Kështu që ka dhënë edhe më shumë se 50 milion, por tjera qëllime nuk kjo është qëllim madhor, kjo është interes publik. Edhe për këtë arsye qeveria me mbrojt interesin publik, me mbrojt qytetarin e Republikës Kosovës. E qytetari mbrojt këtë mënyrë, jo duke ja shtrajtuar jetën, duke ja vështirësuar jetën.